Jemi në fushat dhe janë të pranueshme deklarimet, premtimet që tashmë jemi mësuar vazhdimisht i dëgjojmë për liderëve politik, por kryeministri në detyrë nuk është dashur të jep ndonjë premtim pasi që ka bërë një përvojë të gjatë në institucionet Kosovës që diçka e tillë mos ndodh. Besoj që paga minimale në Kosovë është më e vogla në region dhe ajo duhet lëviz, por a janë plotsu kushtet? Dhe a mund të del paga minimale e parafort me pagën mesatare në Kosovë? Dhe kjo do duhet që të bëhet një analizë ku në të kaluarën Këshilli Ekonomik Social, ku ka qenë pjesë edhe Aleanca e Biznesit, ka bërë analiza të tregut, të fuqisë konsumuese, të investimeve dhe gjitha këto e kanë pas një rezultat dhe kanë nxjerrë një vlerësim të rritjes së pagës minimale. Tashmë ne e shohim më shumë si vlerësim ose si premtim të qeverisë të Kosovës se sa një vlerësim real. Duhet të kem parasysh se paga minimale nuk ka qëllim vetëm t'i kënaq ata punëtor të cilët janë në këtë kategori, por duhet kena edhe një analizë se sa biznese në Kosovë paguajnë pagë minimale dhe cilat janë arsyet pse ata nuk paguajnë më shumë. Nëse kjo rritet paga minimale dhe bizneset nuk mund të paguajnë, atëherë bizneset mund të kalojnë një pjesë në informalitet ose një pjesë deri te mbyllja e tyre. Ne nuk duhet të ngarkojmë biznes sepse ne gjithmonë paga minimale është duke folë për sektorin privat. Dhe qeveria e Kosovës nuk mund ngrit pagë për sektorin privat ose të zbrit kur nuk merr pjesë në buxhet të saj. Prandaj letë është premtohet me buxhet të huaj rritja e pagës apo diçka tjetër, por e rëndësishme është që bizneset janë të vetëdijshëm dhe ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që paga minimale duhet të rritet, por duhen rriten investimet, prodhimi, qarkullimi i biznesit, eksporti, investimet dhe fondet që janë ndalë tash e 2 vjet nga sanksionet, dhe gjitha këto e kanë bërë Kosovën më të varfër, dhe raportet ndërkombëtare tregojnë që Kosova është më e varfër dhe edhe paga minimale është më e varfër. Qeveria së pari do të funksionalizojë Këshillin Ekonomik Social, është kategori ligjore, së dyti të hap rrugën dhe mënyrën, formën për investime të huaja, ta mbështet sektorin privat, të rrit fondet për mbështetje, të rrit mundësitë e ardhjes së investitorëve të huaj në Kosovë, të ndalë gjuhën se në Kosovë mund të ketë luftë dhe kjo është një promovim i keq, të promovojmë Kosovën më shumë si një vend i mundësive dhe i sigurisë, jo si një vend i pasigurisë dhe i luftës. Dhe nëse ne këto i bëjmë, atëherë me siguri që Kosova do të jetë një vend shumë më shumë i sigurt. Mbi të gjitha, duhet të krijohen raporte miqësore me faktorin ndërkombëtar, siç janë BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nga të dyjat ne kemi sanksione dhe këto sanksione po i vunë qytetari, biznesi, qeveria dhe ndalesa e integrimit të Kosovës nëpër mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar ku veç tash shumë vite ne jemi të sanksionuar. Nëse paga minimale është ngrit në bazë të vlerësimeve politike, është e paqëndrueshme. Këshilli Ekonomik Social, partnerët socioekonomik nuk kanë dhënë vlerësim as për dhënësit as për marrësit. Kjo është vetëm një propozim i qeverisë së vendit pa analizë dhe ne nuk jemi kundër pagës për mu rrit, por të bëhet analiza çka është mbështet rritja, cilët parametra ekonomik i kena në rritje dhe çka është nxitja për rritjen e pagës. Minimale është fjala gjithmonë. Ne e vlerësojmë prapë që paga minimale duhet rritet, por jo të rritet në bazë deklarime politike, në bazë të argumenteve që përmbushin 5 kriteret e rritjes së pagës dhe
nëse ne jemi në atë gjendje aq të mirë, kurse raportet e tjera ndërkombëtare po thonë që jemi keq, atëherë vlen të analizohet kjo çështje. Viti 2025, i cili është një vit zgjedhor, i bllokuar, qoftë në aspekt politik, qoftë në aspekt diplomatik, integrues dhe ekonomik. Kena funksionue pothuajse pa institucione qendrore, dhe pa institucione qendrore ne kemi ardhur në krizë ku Kosova tashmë vlerësohet që është një nga vendet e vetme në Evropë që vuan nga sankcionet politike, ekonomike të Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Na është ndaluar qasja në shumë fonde për rritjen ekonomike të Kosovës, ku ato vlerësime ose ato buxhete që nda për Kosovën kapin vlera miliardëshe, dhe ne këto mjete do të na ikun ose na kanë ik në vendet e tjera të Ballkanit, kurse Kosova është ballafaqur me krizë të institucioneve, me krizë ekonomike, me krizë sociale, dhe Kosova mbetet një nga vendet më të shtrejta sa i përket furnizimit me energji elektrike, që kjo është shumë domethënëse për qytetarin e vendit, sepse energjia elektrike pas bukës dhe ujit, pothuajse është produkti më i kërkuar në Kosovë dhe është më i shtrejti në Ballkan. Ky vit që jemi të e lënë mbrapa, shumë biznese kanë reduktuar numrin e të punësuarve për shkak të rritjes së energjisë elektrike, po ashtu disa kanë mbyll, disa kanë ik jashtë Kosovës. Ta marrim shembull stoku i investimeve të kosovarëve në Shqipëri ka shkuar në 700 milion euro, kurse ato biznese kanë qenë dikur këtu, apo individ në Kosovë, kanë punue, kanë investue, kanë kriju aktivitet ekonomik, kanë kriju të hyra edhe për veti dhe për shtetin, edhe për punëtorin, edhe për konsumatorin, dhe pikërisht këto që i përmenum janë faktorët që bizneset e Kosovës janë detyruar të rrshasin nga Kosova në një vend tjetër që askush nuk e ka menduar që 25 vite pas luftës, bizneset e Kosovës detyrohen të shkojnë në një vend tjetër për të gjetë streh më të mirë për investime dhe për aktivitete veta ekonomike. Nëse zgjedhjet e ardhshme do të prodhojnë rezultat ndryshe, kisha më sugjeruar së pari liderët politikë që të bëjnë një koalicion të madh, sepse ka nevojë Kosova për një koalicion dhe për një përshpejtim të proceseve, qoftë ato politike apo qoftë ato ekonomike. Për arsye se gjëja e parë që do duhet që të dialogohet me Brukselin dhe Washingtonin për të hequr sanksionet. Dhe kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë për arsye se duhet plotësue disa kërkesa, duhet ndërtu këto ura të rënuara me vite, dhe këto ura të rënuara nuk mund të ndërtohen me një ndërim të shpejtë të qeverisë. Por, mbi të gjitha, Kuvendi i Kosovës do duhet të jetë kontroll më i ashpër i qeverisë së vendit, qeveria e vendit të propozon ligje sa më shumë, sa i përket rritjes interesimit të investitorëve vendorë dhe të huaj që mbesin Kosovë, të krijohet një siguri më e madhe nga institucionet e shtetit të Kosovës, të kenë kujdes politikanët tonë në gjuhën e vetë që mos të friksojnë investitor duke tentuar që ta mbrojnë veten dhe e dëmtojnë shtetin, dhe kemi pas raste kur dikur shumë investitorë të huaj mezi kanë pritë të vinë Kosovë, tash friksohen dhe të njëjtit pyetja ka luftë Kosovë, që kjo është prodhim i papërgjegjësisë institucionale të individëve të caktuar, dhe kjo e ka dëmtuar dhe po dëmton imazhin e vendit.